Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat ka folur për programin ekonomik të opozitës. Tatimi 10% mbi të ardhurat nga puna duke përjashtuar 50.000 lekë e para. Zero taksim mbi profesionet e lira dhe biznesin e vogël. Berisha është zotuar se do të zgjidh problematikat e pronave nëse ja del që të vinë në pushtet. Çështja e pronave merr përgjigjen absolute përfundimtare. Kur ne u larguam nga pushteti, kishte 10% të dosjeve të pazgjidhura. Por ama kishim siguruar një fond 71.000 hektar tokë publike për të kompensuar. Përsëri ne krijojmë fond. Atë fond e ka shkatruar Edi Rama. Kreu i PD është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për konsulentin e fushatës Kris Lacivita. Kris Lacivita, unë të garantoj që është në aktivitet të plot. Dhe unë jam komunikim të vazhdueshëm me bashkë strategun e fitores më të shkëlqyer në historinë e njerëzimit, që ishte fitoria Donald Trump. Të vazhdueshëm, online. Ndër të tjera, Berisha ka theksuar se programi ekonomik i Partisë Demokratike do të forcojë stabilitetin ekonomik dhe do të hapë masivisht vende të reja pune.